Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Në historinë e Shqipërisë rrallë ka figura që kanë bërë emër në 3 epoka. Një prej tyre është Qamil Poda, një nga guerillasit dhe atentatorët më të spikatur gjatë luftës së dytë botërore në rezistencën që shqiptarët bën ndaj fashistëve italianë dhe nazistëve gjerman, me një karrierë brillante në ushtri deri komandant i flotës detare, por edhe mbas vitit 1990 për të evidentuar të gjitha të rezistencët gjatë luftës së dytë botërore. Ditë e fundit në Tiranë u bë promovimi i librit Qamil Poda, guerillasi që u bë komandant i flotës luftarake detare me autor Aslan Zemanin. Unë kam pasur kënaqësinë që të isha në këtë promovim libri që për mendimin tim ishte një promovim modern, larg atyre promovimeve në salla të zymta që aty shumica nuk e ka lexuar librin, por shfaqja e momenteve të rëndësishme të librit me anë të fotove në një videoprojektor e bëri promovimin shumë interesant dhe për më tepër aty folën për librin disa personalitete deri te presidenti i Republikës 2002-2007 Alfred Mojsiu dhe studiues të tjerë. Të gjithë emisionin do t'ia kushtoj Qamil Podës, një figurë me të vërtetë emblematike për shumë ngjarje që ka ndodhur në Shqipëri gjatë luftës dytë botërore dhe sidomos kontributin e tij në ushtrinë shqiptare gjatë luftës së ftohtë, pra gjatë regjimit komunist. Për të diskutuar për këtë, unë kam ftuar 2 personazhe, një nga familja dhe autorin e librit Aslan Zemani. Zoti Zemani, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit. Dhe vajzën e Qamil Podës, Lolita Poda, e bija e Qamil Podës që e kam këtu. Faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit dhe juve. Unë po nis në fillim me ju, zoti Zemani. Unë e lexova librin, nuk bëj emision pa lexuar librin, dhe për më tepër për Qamil Podën që do ta lexoja, kam pasur fatin ta takoj, ta bisedoj, po më kam mbetur shumë pek që nuk e kam intervistuar. Po ta kisha intervistuar, jam i bindur që ti do ta fusje në librin tënd. Fatmirësisht edhe unë 2 herë kam takuar. Po? Njëherë kur unë isha pedagog në Akademi për Historinë Ushtarake, erdhën bashkë me Ari Fasku që ishte kryetari i Komisionit të Veteranëve, për të tërhequr historikët e brigadave. 2 herë ke takuar? 2 herë. Bëre biseda gjata? Dhe thashtë edhe të birit, domethënë Zamirit. Ta dija, do ishte gjëra ndryshe, por nuk e dija. Tani, je i kënaqur me këtë libër? Sa ty folën fjalë të mira në provim. Faleminderit, po kush organizohet promovim? Atë organizoi familja. Familja? Po. Jo, prandaj më pëlqeu, ishte promovim stil American style, domethënë nuk ishte kështu. Po të dy, edhe Zamir, edhe ambasadori domethënë kanë kontribuar atyre sepse na mbështetën neve për ta organizuar dhe për të dalë sa më mirë kjo promovim. Mbas promovimit të librit, tani ti je i bindur që figura e Qamil Podës ka dalë plot? Deri diku po. Dhe shpresoj që ky të jetë një ogur i mirë ose të zërë do bëj pjesë në atë skakierën e historisë ushtarake. Po? Sepse të vjen keq që ushtria jonë nuk ka historik zyrtar të botuar. Vjen keq. Zonja Poda, çfarë ishte babai për ju? Domethënë ishte një figurë që ishte larg dimensioneve më shumë se sa familja. Domethënë nuk ishte vetëm juaj. Kjo është ideja. Çfarë ishte për ju? Për mua, baba im, Qamil Poda, përveç që ja përshkushtoi jetën, rinin, çlirimit Adeu dhe më mbrapa detyrave të ndryshme në ushtri, ishte më tepër një baba. Ai gjithë jetës së tij ja kushtoi familjes, përveç detyrave ushtarake dhe si të thash më përpara. Po çfarë ka rëndësi? Ka rëndësi që ai që kur ishte i mitur e humbi babain, emigrua në Maqedoni për arsye politike sepse ishin përkrahas të qeverisë së Nolit, revolucionin e 24-s, dhe humbi dhe nënën më mbrapa, pasi ajo dënua me vdekje gjatë kohës së njësitëve që bënte pjesë në një atak dhe disa ditë më vonë pastaj edhe vdiq. Të gjithë këto ngjarje, si nga ana vështirësitë emocionale dhe financiare se ju konfiskuan dhe gjithë pasuritë mbasi ikën, e bën atë që të lidhet me pjesën e mbetur të familjes që në atë kohë ishte motra dhe vllai, dhe pastaj familja e re, cila krijoi me maman time. Për mua ai është një njerëz që kam qenë shumë krenare gjithë jetën për atë, sepse ishte shumë modest, vetëm një histori dy episode të thjeshta nga jeta ime.
kur kisha provimet e maturës, një ditë më përpara doja të përsërisja për provimet. Dhe kisha zakon që 2-3 gjithë natën që ti kisha të freskëta në mëngjes. Ai që të mos më zinte gjumi mua rinte gjithë natën. Ai vetë me mua gjithë natën. Kjo, dhe dyta, kur kisha provimet e universitetit në inxhinjeri mekanike, në atë kohë ne i mbaronim provimet shumë vonë edhe duhet prisnim ke shkallët e universitetit për të marrë rezultate. Deri vonë mbrëmje. Ai rinte ulur me mua ke shkallët e universitetit, shoqet më thonin, po si ka mundësi ky njeri kaq i njohur, rri këtu me neve me studentët ke shkallët e universitetit. Një modesti e paparë si njeri. Aty ka qenë madhështia e tij, te thjeshtësia. Nisim shoqërojmë dhe me foto, sepse aktiviteti i tij është shumë i gjerë dhe ne duhet të komentojmë gjitha fotot që kemi një set fotos shumë interesante. Ja, ky është Qamil Poda, kjo është një foto, po themi, simbolik, një simbol, Këtu është në pa u hequr gradat, kur është vënë komandant i flotës luftarake detare, për gatishmërinë, për pravinë, logistikën. Ajo është kolonel. Këtu është kolonel. Zvëns komandanti në këtë moment. Po dekoratat që mban në gjoks? Ka 18 dekorata. 18. Plus dhe 2 që mori në Rusi kur u bë po që bëhet ceremonia janë 20 dekorata. Do 2 i ka marrë në Bashkimin Sovjetik. Kush ja dha në Bashkimin Sovjetik? Dekorata president Zhukov edhe medalje fitores. Do të medalja Zhukov, do të Zhukov për gjithë ata që me sa diun janë në libra aty, për gjithë ata që nuk e din, medalja Zhukov është përnder të generalit Zhukov që bëri luftën në drejtori luftën në luftën e dy botërore, betejën më të madhe, domethënë që atë Stalingrad. Tani ti nisim me radhë fotot, ju lutem në ekran. Ti nisim me radhë. Ai aktivitetin e parë ka gjatë luftës së dytë botërore dhe unë e diskutoj këtë shpesh. Ore, çfarë ndodhi me atë? Pse një djalë, sa vjeç ishte që u angazhua? Ai ishte në vit 3 gjimnaz. Do të 16-17 vjeç, po themi ja plus minus këtu, do të si një adoleshent, po themi, ka konsciencën që të bëhet pjesë e rezistencës ndaj fashizmëve. E vërtetë kisha, po unë duke vazhduar vijim ato që tha Lola që u kthyer nga Ori, sepse familja e tyre ishte kundër zogut, por edhe një njeriu i tyre afërt kishte qenë ishte adjutant i Kasim Qepzezit, i cili ishte ministri i luftës në periudhën e qeverisë Nolit. Dhe duke 1924. Duke mbas ardhjes së legalitetit, si thua. Po. Zogu nxori 1-2-3 ligje për përndjekjen e këtyre për përndjekjen politike të këtyre për krahas të qeverisë së Nolit, njëkohësisht nxori ngriti edhe një gjyq ushtarak. Po. Kështu që duke pat parasysh edhe të ardhmen e kësaj familje që ishte kundër zogut, u detyruan të largohen në Orë. Mbasi erdhi andej, me rastin e 5 vjetorit, mos gaboj të shpalljes së mbretërisë, u kthyer në Gos Kavajas. Po? E cili është një vend, si thua, para se që mund të kontrolloj nga regjimi i asaj periudhe, më mbrapa u kthyer në Tiranë. Tash i ndodhi në këtë gjendje pa prindër. Ai vazhdoi gjimnazin bashkë me, domethënë, në mbështetje me vllajin në Tiranë. Kështu që kur ishte në vitin e tretë, duke qenë çik ngushtë në aspektin ekonomik, ai filloi një punë tek qyteti i Nxënësve tek ushtria italiane për lyerjen e helmetave të ushtrisë italiane. Ishte pa filluar lufta italo-greke. Në provim, po. Pa filluar lufta italo-greke dhe atje u ran kontakt me Gogo Nushin. Kjo është piknisja? Kjo është piknisja. Po besoj ai ju atashua rezistencës për ideale komuniste apo për ideale patriotike? Po më shumë për ideale patriotike se komuniste s'mund të themi. Është një fjalë se dikush ka thënë që u nisëm si patriot dhe u kthyem si komunist. Kjo pak a shumë futet. Kështu që ai pati kontakte të para me Gogo Nushin. Dhe ishte ai një lloj drejtuesi, po themi asaj kohe në Tiranë. I qarkut. Ajo Baraka Memoriali Baraka Nushi është akoma aty në kujtimet e tij, komandant Qamili e përshkruan shumë bukur vajtin tek Baraka Nusheve. Më pëlqen shumë sa pëlqen zënja Poda, domethënë sot, domethënë ai ka kaq vite që ka vdekur,
do thënë mbush 100 vjet, do thënë jeta e tij, dhe i thon komandant Qamili, do thënë. Po edhe në shtëpi kështu. Kështu Kur flasim, gjithmonë komandant, po edhe kur flasim për atë që tani Po jo, kjo bëri shumë përshtypje. Komandanti. Çka ka thënë komandanti atëherë, çfarë thoshte Ju i komandanti? thrisit si thrisit komandant? Jo, ba. Po i thrisit mirë komandant? Po. E nderoni ndonjëherë kështu? Jo, nderuar. Kurse lipi i tij ka dhënë një ashtu përkujtimore komandant të ynë. Shumë e bukur, është Unë i ka lexuar gjithë ato, po për të vërtetës si autori i librit, më shumë më ka pëlqyer ajo e Lolës. Do të thënë ajo Lolës një histori që do të pyes pastaj. Prandaj është e dyta. Prandaj është e dyta. Më ka pëlqyer jashtëzakonisht ajo, se unë nuk diskutoj atë që ka shpetur edhe stilin dhe natyrën as Rizai as Azamiri, por detajet historike aty pëlqejnë shumë. Tani fillojmë të komentojmë fotot. Këtë e komentuar foto tjetër, ti full screen lutem. Këtu është një foto kur besoj Komiteti Veteranëve takon ministrin e mbrojtjes. Mbrojtjes Luan Hajdari. Luan Hajdari në atë kohë, do të thënë 2000 ka qenë. Në vitin 2000, do të thënë po themi 7 vjet përpara se ndronte jetë. Qamili kush është këtu më shoj në kratë Në kratë Luanit. Në kratë po ministrit. Po të kratë ministrit, në kratë djathtë ministrit. Luan Hajdari. Do të thënë ky është ai aktiviteti i tretë, po them unë, për evidentimin e vlerave të rezistencës të shqiptarëve gjatë luftës së dytë botërore. Foto tjetër. Tani këtu Qamil Poda është gravura e zyrtar Podës. Jashtëzakonshëm. Prandaj Podat janë diçka. Këtu e kanë rrënjën. Mjaft. Jo, rrënja fillon ke Zini Ag Poda. Ai i pari i fisit. Masaj erdhi zyrtari, masaj erdhën brezat e tjerë që emri Qamil dhe emri Riza, mos gaboj, është përsërit 2-3 herë. Dhe kanë ruajtur. Dhe shumë përshtypje. Wow. Sa kur unë shkruaja, e bëra me skem, se ndryshe përsërit e qim të paskazën makina. Dhe kjo më bëndoj shumë përshtypje. Pra e kanë ruajtur. E kanë ruajtur, Të kur edhe tash që ambasadori ka. Për gjithë ata që na dëgjojnë, kush ishte zyluftar Poda? Zyluftar Poda ka qenë ka drejtuar kryengritjet popullore të viteve 1800 ca. Domethënë shekulli i 19-20, fillim të vitit 20. Ky mbasi u bashkua, domethënë ishte në bashkim me këtë Alipash Tepelenë, biles u quajt vullmbajtësi, sepse ishte i afërt fare dhe ishte besuar i Alipash Tepelenës, organizoi një komision ushtarak për të kundërshtuar këto domethënë reformat për të lartë. Kështu që gradualisht organizoi dhe luftë në këtë krahinë, jo vetëm krahinë, po ai u bashkua me krahinë të tjera, për shembull të Vlorës, të Gjorkastës, pra pati një organizim të përafërt nga gjithë krahinat, kryesisht të jugut. Madje u bë një kongres në Berat, i cili u përcaktuar shumë detyra që mund të për të paraprirë këto reformat të penguar reformat e Tanzimat. Tani mua më ka bërë përshtypje që në shtëpitë tuaja e keni portret, ju e keni të varur mur. Kjo është referenca gjithmonë e familjes tuaj? Po, gjithmonë, edhe im shoq është gjerman. Sa herë që shikon, nga që ai nganjëherë edhe ka pirë diçka, edhe thot gjithmonë për ty zyluftar, për ty i ngre gotën zyluftar, për ty edhe im shoq. Do të thoshë diçka. Në një gjerman ti nderon zyluftar Podën, kjo është jashtëzakonshme. Do të thotë diçka që ky ishte krau i armatosur, po themi i Alipash Tepelenës, po e them unë me gjuhë gazetareske. Mos e vërtet. Do të krau i armatosur, ky bënte gjithë ato. Ky i bënte, ky. Vullmbajtësi. Vullmbajtësi. Ka qenë më i besuar i Alipash Tepelenës, i cili domthon ai që shkuan ndaj shkresë ky e vuloste. Okej, foto tjetër. Të lutem 1 minutë. Po. Kjo është një gravurë që e kush e ka bërë këtë? Nuk e di, kjo është në Louvre. Kjo është në Louvre. Nuk ka emër. Kjo është në Louvre edhe është në Louvre, ëh? Po, ja ka dhënë komandant Qamilit ky ish shefi i shtabit përgjithshëm Petri Dume. Çfarë thua? Petri Dume ja ka dhënë këtë, ëh? Po Petri Dume ku kopjon e saj ku e mori? Kopjon e mori, nuk e di ku ka marrë, po në Louvre një delegacion në Louvre, në Paris dhe pastaj kanë bërë vizita të ndryshme dhe kanë parë. Dhe ai ka bërë një kopje. Dhe ja dha Qamil Podës. Po, edhe dha. Dhe gjyshi yti, thë. Ky ishte gjyshi.
Stërgjyshi. Stërgjyshi? Stërgjyshi. Prandaj kanë çike shumë. Po ju e keni, domethënë si gjem sa Domethënë preardhja është patriotike, domethënë gati 100% patriotike. Domethënë ti duke thënë që fakti që domethënë ky ka bërë këto Dhe vendosin luftë. është normale që kjo familje të prodhonte komandantin e flotës, një komandant. Foto tjetër. Tani këtu kush janë? Mund ta bëjmë full screen? Familja Kjo është gjyshja ime me gjithë gjyshin. Tani Qamili kush është? Babi është i vogël. Ai vogli fare. Ai vogli fare. Aty duhet të jetë diku kurse Halla është gati 10 vjeç. 10 vjeç, aq. Halla është nga e majta, kurse Xhaxhi. Ku janë këtu në Ersek? Në Koloj apo në Orë? Mund të jenë në Orë. Në Orë, Mund të jenë në Orë. Duhet të jetë sepse ka qenë akoma gjatë babai. Po. Okej. Po është babai aty. Po. Foto tjetër? Tani kemi Ka dalë në Leningrad në 1958-ën, si të fola. Babi dhe mamaj, dhe Qamili dhe mami shkoi për një 3 muaj. Si quhej mamaja? Afërdita. Afërdita, po? Edhe shkoi atje për një 2-3 muaj. Po? Dhe interesante është se si ka dalë emri im Lolita që më pyetet më përpara. Tani na fol pak, po pra. Tani në Shqipëri mund të vendosë sot emra Lolita. Domethënë ka plot, madje është edhe një faqe shumë interesante, ne e lexojmë me shumë mendje Lolita në Facebook. Po Lolita do në moshën tënde më thënë se ty të kanë thirrur gjithmonë Lola dhe ndoshta e ke fshirë pak. Jo, se kam fshirur. Se ke fshirur Lolita. Si është historia e Historia është e tillë. Mami ishte me pushime në 1958, 59. Mos më thuaj që je Lolita e romanit. Jo, s'jam e romanit. Si e romanit? Nuk jam e romanit. Nuk je romanit. Dhe ç'a ndodhi? Babi ishte me studime në Bashkinë Sovjetike. Babi ishte në shkollë, ajo nuk dinte si ta kalonte kohën e lirë në Moskë. Kohën e lirë edhe shkonte nga çdo ditë në kinema, që të kalonte kohën. Edhe pa një film spanjoll. Dhe donte të dinte se pëlqeu shumë artistja dhe tha që dua të di si e ka emrin emrin e vërtet. Edhe ajo kishte emrin Lolita Torrezi. Mbas 2-3 muajsh kishte mbetur shtatzan, po shtatzanit i kishte njësoj si ke vëllezrit dhe nuk mendonte kurrë që do bënte vajzë. Se edhe në fis kemi shumë pak vajza, shumë pak vajza. Edhe tha nëse do lind vajzë do t'ja bëj emrin Lolita. Fati im ishte që unë isha pak e zmere që tamam si spanjolle dhe mbeti emri Lolita që atëre. Po si të kanë thirrur kështu Lola apo Lolita? Lola më tepër. Lola. Se i shkurtonin emrat. Ti kur e lexove romanin Lolita? Kam lexuar, kam qenë 18-19 vjeç. Ti mirë që ishte emri Lolita? Çka? Ta vijoj edhe un pak me timin e Lolës. Edhe Zamiri e ka ose i shvën emri nga nga Rusishtja, nga një e shoqja e këshilltarit të rus kur komandant Qamili ishte në Elbasan, në regjimin e RKP-s të Elbasan, të artilleristëve në Elbasan. Edhe ai vë Zamir për luftë, për paqen. Zamir, për paqen. Zamir. Kjo është, se Rizaj e ka nga gjyshi, stërgjyshi, si bie. Ai studioi 2 herë në Bashkinë Sovjetike. Mua kjo më ka bërë shumë çudi. Duhet kemi foto tjetër në mos gaboj, po foto tjetër? Po këtu ku është? Këtu është komandant i regimit të RKP-s në Elbasan. Në Elbasan. Do të mbasi mbaroi atë akademinë e parë. Akademinë e parë të artillerisë regjimentale në Sumi të Ukrainës. Në Ukrainë ishte. Bashkimi Sovjetik. Tani këtë se kam kuptuar unë se e bëj pyetje kështu, 2 studime, nuk ishte shumë, kishte ky njeri që çon 2 herë me studime në Bashkimin Sovjetik. Kishte të tjerë që çonin me studime 2 herë? Ka pasur raste. Po ato ishin nivel të lartë, sikur bëhet ky nivel të lartë. Domethënë duhet të kishte një nivel të caktuar? E një force. Domethënë duhet të kishte të dhëna. Duhet të kishte të dhëna. Ç'a kishte Qamil Poda? Qamil Poda kishte shumë gjëra. Nëse fillimi i kësaj akademisë parë ishte pak rastësore, sepse unë kur shkoj për të parë. Për arsye sepse shumë shokët e tij, Suldomi, Adnan Qatipi, ishin përcaktuar për të vajtur për artiller. Mbasi nuk i doli e drejta studimit për një deg tjetër, sepse në atë periudhë nuk merrnin të huaj në atë deg që mendon për sigurinë. Atëre vajti në Sumi bashkë me... Për artilleri? Për artilleri. 3 vjet,
ka një farë, domethënë, ndodhi sepse u vonuar shumë, ishin Sa vjet ishte akademia e parë kjo artillerisë? 3 vjet. 3 vjet. Ndërsa ajo e flotës zyrtare? Edhe ajo 3. Edhe ajo 3. Në 3. Po parësitë e komandës Qamilit ishin kështu sepse ky komandë Qamilit dhe 3 gjuhë. Dhe turqisht. Dinë turqisht, ha? Po patjetër, Ku sepse turqisht? në orë. Maqedoni. A no, se ishte Kishte lagje, komuniteti. kishte me kalamajt turqisht. Do të turqisht? Po. Serbokroatisht? Serbokroatisht? Në shkollë, serbokroatistën. Edhe shqip që flisën Që flisën në familje. shtëpi. Pastaj Kjo mësoi ishin rusisht. përfaqësit. Po, ajo gjuhë slave aty janë ato. Më Jo, të mësoi lehta. rusisht do të 4 gjuhë. Po. Dinte 4 Po, gjuhë. Edhe Po, rusisht. dinte Dhe shumë. shpesh gjuhë. ajo Po, kthye këto- mësues për shokët e tij për Po këto gjuhët evropiane? Italishtën. Italisht. Dinte italishtën. Po. Nga lufta e dytë botërore, nga italianë, se Po, punonte punonte atje. Do të ai dinte 5 gjuhë. Do të kuptonte Po në atë periudhë ishin pak 5 gjuhë. Në atë periudhë, po jo, unë tani e kuptoj pse Zamiri dhe Rizaj, sidomos Zamiri, këtu domethënë jo italisht është shkëlqyer, unë nuk njoh Ka bërë njoh përkthime. më Ka të bërë mirë të përkthime. italishtës Po. në Shqipëri si Zamir Poda, jo përkthime, nuk ka bërë përkthime, ka bërë përkthime brillante. Janë përkthime Të dy libra që jashtëzakonshme. më dhuroi mua ishin fantastike. Jo, ai ka, në mos gaboj, ka gati 25 vjet që shkruan dhe përkthen libra. Po, e ka pasion. Është më hershme, do kur libri atë ishte shumë vështirë të botohej, se kam ca libra të vjetër të Zamirit që ato librat e vështirë për të botuar atë që si ishin cilësor, pastaj ato kanë ardhur duke përmirësuar. Foto tjetër. Edhe këtu po me mamin. Po, Atje janë? 58-ën. Në Po. Ukrainë dhe këtu? Jo, janë në Moskë. Jo, në Moskë. Kjo është e dyta kjo? Po, në 58. San Petersburg. A kjo është në Akademinë Voroshilov? Po, Voroshilov. San Petersburg. Okej. Foto tjetër? Kush është ky? Ky është babai. Babai I Qamilit. Gjyshim, babait. Po. Do të si quhej? Riza. Rizaj, do të thonë Rizaj që ka emrin e Rizaj. Rizaj. Po ky çfarë arriti, çfarë kishte? Edhe ky ishte kundër, ishte antizogist i thekur si thosh, dhe në atë periudhë që shkuan në Ohor, ky ishte internuar. Tani antizogist duhet të ishte patjetër komunist? Po jo, në asnjë mënyrë. Ishte- Ku ishte kishte fare- në atë periudhë. Po jo, ishte gjithë antizogistët u bën komunist? Ja. Jo, Jo, nuk u bën. Ja, absolutisht. Okej. Di shumë i ri, di shumë i ri. Sa vjeç? Shumë i ri, po 42-43 vjeç. Shumë i ri. Foto tjetër. Këtu është për Arturi është ky? Po, Artur Meçollari. A di pse kanë vënë këtë foto? E kanë vënë sepse pas teje, ti je i pari. Jo, më Do të figurën e këtij, jo, një sekond, tani këtë e di unë. Figurën e vërtet jam nga këtij ti je Kuçi, i pari. po nuk jam Po më shumë. Artur, për figurën e Qamil Podës ti je i pari, ti je biografi po, ti. Artur Meçollari më ka bërë përshtypje që her pas here poston për Qamil Podën dhe më ka bërë shumë përshtypje dhe ka mbajtur, domethënë me detaj, histori nga jeta, po një respekt dhe një vlerësim të jashtëzakonshëm, sepse edhe ai ka një emër në ushtrinë shqiptare. Dhe pyetja ime është, ore, si janë këta oficierë që ndoshta edhe se kanë njohur vetë në punë Qamil Podën dhe e vlerësojnë, për çfarë? Në respekt për kjo është viti 2002 kur Arturi ka organizuar dekorimin e komandës Qamilit. Njëkohësisht ai mori edhe nga presidenti dekoratën e shqiponjës së artë, mos gaboj. Dhe këto Arturi i ndiqte me shumë vëmendje, sepse jo vetëm për komandën Qamilit, por është bërë për 2-3 të tjerë komandant. Por kur u largua Arturi, u mbyll çdo gjë. Pra nuk u festua, nuk ka shumë. Keq më ka ardhur. Të vjen keq. Kam pasur në një intervistë. Po juve kur shikoni oficer që kanë punuar vetë se, okay, një që kishte punuar me Qamil Podën, e kuptojmë. Ai s'ka punuar fare, ai s'ka njohur fare. Si e vlerësoni këtë gjë si familje? Unë them ka dëgjuar nga të tjerë për babin, ka lexuar me siguri. Dhe kjo e ka bërë domethënë se Imat ka qenë një njeri jo vetëm që e thash më përpara modest, po dhe shumë i shpirti sakrificës, i ndihmonte jashtëzakonisht njerëzit. Shumë pozitiv, shumë komunikativ nga mënyra se si i trajtonte njerëzit. Kjo e ka bërë, unë s'kam dëgjuar kur në jetën time një fjalë të keqe për babain tim. Kur? Okej, më ka bërë shumë përshtypje. Është e vërtetë. Nuk e di pse. Këto janë dekoratat. Dekoratat tia. Po, që ju. Foto tjetër? Dhe në një nga këto ishte ajo më bëri përshtypje Zhukove. Është më dhjen veç ato nuk ndesi. Kjo është foto, po, që u bë vlerësimi. U bë vlerësimi. Edhe foto tjetër se ruan. Një foto tjetër. Këtu jeni në Durrës, te komanda e flotës luftare kombëtare. 94 vjetori, po. Këtu duhet të jetë
sapo është s'ka filluar punën si oficer besoj? Oficer marine. Po. Oficer marine. Marine, po. Qendrën ku e kishte komanda e Ka flotës pasë detare? në Vlorë kryesisht. Gjithmonë në Vlorë. Po. Komandant e brigadës. Pastaj erdhi, në 69-ën erdhi në Tiranë. Komandant. Pas riorganizimit të ndryshme që bëri flota luftarake detare. Aty ishte zëvendës komandant dhe shef shtabi njëkohësisht, sepse ashtu i kishte struktura organika. Por të kishte dy detyra në raport me komandën ishte pak. Jo, po. Dhe kjo është një pjesë e drejtimit të flotës luftarake detare. Tani si komandanti i flotës detare flasim pak sepse ky është një moment shumë i rëndësishëm. Çfarë kontributi pati ai? Çfarë do të thonë që ta themi sot edhe brezave të tjerë që se kanë një orë atë periudhë që nuk e dinë rore për çfarë vlen një flotë detare në atë kohë që ishte lufta e ftohtë. Të gjithë ishin gati, po s'kishe shkrepje. Jo. Është një periudhë për vitit 74 të shekullit të shkuar deri në 82-shin. Është një periudhë që mbase vinte kulmi ose lufta e ftohtë kulmohej. Kështu që dhe flota luftarake detare do kishte detyra ose mirë ishte planizuar për të zbatuar detyra dhe për të luftuar si partizan të detit. Sepse ajo flota partizan të detit, ëh? Flota jonë luftarake detare ishte flotë modeste në raport. Tani edhe është vëndesë me ato 4 nëndecet nuk prap ishte e rëndë, sepse domethënë me këto 4 nëndecet pavarësisht se janë të vjetra ku diun se çfarë, po ato ishin shumë signifikative dhe shumë Qari Poda e kaloi atë situatën? Po. Çfarë ishte në atë kohë? Ai ishte prap zëvendës komandanti i flotës. Çfarë del nga ajo situatë? Si e përçonte, si e tregonte ai atë atmosferë? Jo, ajo periudhë ishte mjaft e vështirë sepse në drejtim të flotës luftarake ishin 2-3 figura të ndryshme të domethënë qoftë të drejtimit të ushtarak, por edhe politik. Po. Kështu që ky me detyrën që plotësonte, dinte kujtim të flotës në aspektin teknik, çfarë duheshin, si duheshin edhe ka bërë një ballafaqim në prag të prishjes me rusët për çfarë donte flota dhe çfarë ata domethënë nuk ja sollën. Ka qenë aty Qamil Poda kur ndodhi incidenti famshëm pastaj ikën ata? Po. Biles ka dhënë një urdhë që mos të lëvizë, domethënë ata kërkuan një 2 ani. Po. Dhe ky dha urdhë mos lëviz përderisa të marrin urdhë nga komandanti. Se ky komunikonte rusisht me ata. Po patjetër. Ky komunikonte drejt për drejt, nuk ishte kështu nevojë për përkthyesën tjetër. Po, të gjithë pothuajse drejtuesit i flisin rusisht, sepse kishin marruar shkollën në Rusi. Tani kjo është një diçka ironike, ata që kishin studiuar atje, vinin këtu, do të punonin për atë dheun e tyre dhe ishin u bën kundër atyre. Nuk ishte kaq e lehtë. Nuk ishte lehtë sepse ata kishin mësuar në ato shkolla. Dhe të kundërvjeshe këtyre, si thosh baballarëve të arsimit të... Ishte një moment që aty mund ndodhte edhe një hapje zjarri? Po, në fund fare. E tregonte këtë Qamil Poda? Tregonte. Që në çdo moment mund ndodhte. Dhe si e tregonte? Mund ta tregon? Ai tregonte fare thjesht. Po, fare thjesht. Ata u larguan, domethënë morën vendim për të u larguar dhe artilleri përgatitari ishte gati për të hapur zjarr. Po. Kjo dhe këtë e di edhe unë atë situatë. Do hapte zjarr. Hapte zjarr. Në qoftë se ata do merrin 4 anijete që kishte marrë në ndecet që i kishte efektiv shqiptar. Do hapnin zjarr. Po, deri aty do shkonte. Po si do hapnin zjarr? Mendonin këta do hapin zjarr, po pastaj udhëheqja politike ç'mund të jepte urdhën nuk. Tani këtë se kam kuptuar asnjëherë. Si la Bashkimi Sovjetik ajo fuqi e madhe ushtarake la 4 ndece këtu dhe anije të tjera, po 4 ndece, si la? Që ato ishin të atyre? Po, patjetër. I la sepse mendonin se mund të ktheheshin prap. Po kjo është kjo është mendonin, po mesdheu ishte do zemra e Europës për rusët. Ngritje sepse ata i dhanë, domethënë i financuar shumë për ngritje e kësaj kësaj baze. Po u ndërtuan dhe fushat për shtatet e raketave në distanca të afërta. Po, këtu fusha për instalimin e raketave. Këtë për herë parë dëgjoj këtë. Domethënë, po përgatiten për të instaluar raketat. Sepse ardhja e Khrushchevit në Shqipëri përcaktoi shumë gjëra për sa i përket kësaj baze. Dhe investimi, se kjo investimi nga ana e Tratatit të Varshavës nuk ishte shaka. Erën gjitha kriza e raketave në Kub ishte gati pothuajse luftë botërore. Luftë botërore dhe bërthamore. Por nga ana tjetër
Si e përballuan këta, si e përballoi Qamil Poda? Prap jam kurioz të di, ti si historian ushtarak e kalon dimensionin thjesht vetëm të trajtimit të figurës në planin personal të zotit Poda. Si e përballuan ushtarakët shqiptarë këtë? Sepse ishte fuqia e dytë më e madhe ushtarake në glob. Dhe këta, çfarë ndodhi këta që e detyruan ata të ikte? Për ne oficeri është primonet. Qamil Poda ishte për këtë moment? Së bashku me shtabin, ë? Po mirë, sigurisht ai ishte vetë. Me që po merre me komandantin. Po pra, sigurisht. Ai ishte shumë intuitiv. Po, kjo është vërtetë. Në raste të tjera, jo vetëm në këtë rast. Dinte ku të përcaktonte detyrat e afërta dhe detyrat e larga thënë. A pati një incident Qamil Poda me një rus? Pati, po domethënë jo pati kështu incidente kështu, po rusët ankoheshin nga më të ndryshme, jo pse hypin në autobus, pse kërkoi pasaportat, sa gjërat që Qamili i shuante. Si, me ushtarak shqiptar? Po, mund ta tregosh. Ishin gratë ruse që vinin nga Vlora, edhe duke filluar që ishin fërkuar gjëra, domethënë edhe populli kishte marrë vesh gradualisht, aq shumë ndonjëherë. Domethënë në autobus që vinte nga autobusi të shkonte në këtë Pashaliman, nuk ishin jo ata, policia kishte kërkuar kështu pasaportat. Edhe ishte vonuar, por rusët ishin mërzitur, si ka mundësi na kërkojmë domethënë pasaportat. Kjo gjëra që ankuan Qamilit. Po i çfarë bëri? Do ta shikojmë dha, po nëse nuk ka pas pasaporta, policia ka drejt. Janë dhe këtë domethënë i seroj dhe i sheshoj gjërat. Ishte tipi i tillë. Nuk ishte konfliktual. Ka shumë gjëra të ndryshme që ai i sheshon dhe prit do vion. Ta shikoj, ta bëj. Si ka ndodhur? Krushovin e takoi Qamil Poda? Jo, nuk më rezulton. Nuk të rezulton, ë? Ju s'dini gjë? Jo, asnjë nuk e Nuk rezulton. Se ai ka ndërtuar gati 25 ditë këtu Krushovi. Tash i tri kryetari i një shteti. Po bra, biçme, 25 Si ka mundsi? Ora atje ç'a bësh në Bashkimin Sovjetik 25 ditë pa kryeministrin. Pa kryeministrin. Domethënë kjo ndonjë Krushovit ka një domethënë të madhe dhe rëndësi që jepte jo vetëm vendit tonë për kësaj baze. Ekziston është ajo reale ajo shpreha që do ta kërkojmë Vlorën admiral? Ajo është çka artistike, por ashtu është në shtet. Është vërtet. Ishte zhgënjimi i madh për rusët? Se më investua për këtë bazë. Sa kemi shifër që sa është investimi që kanë bërë rusët për bazën detare këtu? Gati gjigant, por me rubla. Mos e bër, rreth 25 milionë rubla. 25 milionë. 25 milionë. Milion rubla. Po. Kemi një që mund ta kthejmë. Janë, ta konvertojmë. Për kohën, nuk e di. Për kohën ka qenë buxhet. Shumë tjetër. Shumë interesante. U bë investimi i madh. Gjigant. Ardhe anijeve të niveleve ndryshme. Do të thënë zoti Zemani si historian, ti ishe komandanti i flotës detare në atë do të të bazës detare dhe i flotës detare në atë lloj incidenti, do të thënë do të ishe mbas ishe komandant forca më por ajo ishte ushtria. Ajo ishte për detin ajo ishte ushtria, nuk diskutoj. Ajo ishte ushtria. Okej, foto tjetër. Këtu është në Bashkimin në Ukrainë. Po, në 27-ën është kur ka qenë për artillerie. Më ka ndihmuar Gent Domi, djali i Suldomit. Suldomit, Dhe ishte shumë interesante. Domethënë grupi shqiptarëve. Grupi shqiptar, studentë shqiptar që mbas një qitje me artilleri regjimentare 76 mm është. Po. Domethënë kanë dalë, kanë pozuar dhe kanë dalë atje. Qartë. Foto tjetër? Po kjo? Kjo është me trupin mësimor prapë në Sumi. Atje artilleri. Është i treti komandant Qamili, rrjedhti i parë i treti me duart kryqëzuara. Po besoj se dallon. Po dallon. Foto tjetër? Kjo është akademia. Po, akademia. Ky ishte më e mira në Bashkimin Sovjetik? Ndër më të mira në botë. Në botë, ë? Po patjetër. Sepse kishte eksperiencë lufte. Kishte eksperiencë në shtetet të mëdha. Kjo West Pointi e barabart po thuajse. E barabart, po patjetër. Nuk ishte shaka të mbaroje këtë. Dhe konkurroje edhe të mëshme. Sa shqiptarë kanë mbaruar ata? Rreth 10 shqiptar. Po në vite të ndryshme. 10 shqiptarë kanë mbaruar, ë? Kisha pushim. Këtë të marinës. Po këtë të marinë. Vetëm 10. Pak, fare. Ua, 10 shqiptarë pas kanë mbaruar këta. Ja kuptova për masën unë. Po, foto tjetër? Kjo është drejt mbas luftës. Kjo është më njëherë mbas luftës. Recep Kollish Djatas, Manol Milo. Manol Milo është këtu mes, po. Në rregull. Majtas është Qamili. Është komandant Qamili. Fitimtar. Po natyrë është fitimtar, fitimtar. Patjetër. Fitimtar.
Foto tjetër? Vlesë sa po janë ardhur nga ishi Jugoslavia. Ase ishte edhe në Se informacion. ky mori emrin në 45-ën. Po? Mori emrin për në Shkodër. Gjë veçantë fare. Akoma ushtria jonë quhej ushtria nacionale shqiptare. Ushtria akoma 20 vjeçar. Që ishin kamo, kaq idealism dhe 20 vjeç, sot 20 vjeç na duhet të kapësh për faqe sot. Po i për faqe, po pinë kafe dhe të shikojnë kështu atë. Ai e ka mbajt drejtim ka qenë komisar batalioni në luftën e dytë botërore, në brigadën e tretë. Tretë, po. Në këtë moshë. Dhe po të shikoni, mosha mesatare dëshmorëve tanë është Shumë vogël. 19, 20, 21. Zhandarka 17 vjeç ishte. Po dakord, po i këri një domethënë e prekur. Revolucionet i bëjnë të vegjël, të rinë nuk i bëjnë pleqtër. Absolutisht. Ne nuk mund të bëjmë në një revolucion për shembull. Revolucion bëjnë vetëm të vegjël. Na përshive në plejt? Jo, unë nuk thash pleq, po të ri nuk jemi. Foto tjetër. Absolutisht po. Në luftë? Tu është, jo. Me njërë mbas luftës. Tu mbas një lufte është në Shkodër. Në Shkodër, 45. Më falë Lola se unë S'ka problem. janë futur edhe i di me vite ku janë qyshtek. Jo, ti e nje më mirë se Aslan unë. Zemanin se edhe antarët e familjes, se ti di edhe pjesën që si Po di këta. falë Se këta dim pjesën e familjes, po jo pjesën e... Po falë Zamirit, sidomos që kishte më afër, po më thonë ishte më larg, po Zamiri domethënë më ushqente me gjëra kështu. Jo, të ke... Edhe me një sër shumë... Ti ke pasur mundësi të jashtëzakonshme. Po, foto tjetër? Këtu do të jemi në... Tu ka dalë në kongresin e 4, po. Kongresi 4, ku ti thoni të Partisë të partisë punës, po. Ishte komunist? Po atëherë pjesë Ishte shans. Në 42 ishte komunist valla. Që 42-shin, ë? Po patjetër. Po, antari i partisë. Viles ai u 42 që kanë bërë me zor atë. Besoj që kanë bërë komunistat atë se ishte ai komunist. Kur Gogo Nufshi i tha që tashi u pranove në ratë e partisë, Qamili ngeli kështu sepse kishte bërë një 2 lëvizje ai në këtë periudhë. Kishte vajt në Berat, kishte çuar traktet për formimin e partisë. E lexova atë, ishte shumë interesante. Bile një kursion shumë interesante, se lexova librin. Domethënë edhe ndërtimi i asaj, vajti njëri, çoi valixhen, erdhi këtu, hypi këtu domethënë. Si ka mundsi ruante të qetësin. Sa vjeç ishte aty? Kjo është. Po i ri fare më burri zot. Po si ka mundsi? Vit 4 gjimnaz. Me bë sot të them unë ty djalin të bëj këtë gjë. Po djali ime, se kështu vetë kjo punë tash. Më kujtohet një episod i thjesht fare, ishte tek Xhaxhai kur ishte Xhaxhai kryetar komune në rrethin e Strungës në Velabish që ishte atje. Edhe shkuan për në Berat, jo në Berat, në Maqedoni, në Maqedoni. Se ka Velabish në Maqedoni, se Velabish ka dhe Berat. Po. Ka. Po. Edhe shkoi doja të vizitonte. Edhe të vizitonte vllajën e vet, ta shikonte, kuptohet, dhe morën armët atje. Dhe kaluan me një karrocë të madhe dhe me që ishte kryetar bashkie, nuk e kontrollonin Xhaxhain tim. Dhe Xhaxhai im sikur e dinte se e njifte pa karakterin, kaluan edhe Xhaxhai im tha, "Çfarë ke atje mbrapa?" I thaj, "Shka gjë, vazhdojmë." Kur kaluan nga ana tjetër tha, "Kisha armët." Xhaxhai u zverdhi shkreti fare nga frika se nuk e dinte, e kupton? Foto tjetër. U komandua Po jo s'ka problem. Domethënë u dha urdhë nga Gogo Nufshi që të vej të organizoj rinin strugare. Zakonisht me rinin është marrë sepse edhe i ri ishte. Ose me rinin e 50 strugare dhe njëkohësisht shikonte se kishin ca të dhëna ata që kishte armë në një biles në një fshat dhe s'po kujtohet emri tash. Dhe vajti Qamili organizoi vetëm këtë rinin strugare, kishin probleme ndërmjet domethënë maqedonisë ose bullgarëve me shqiptarë sepse kishin ato përplasjet etnike. Po. Edhe këtë e shkruante, e thoshte. Njëkohësisht tek komuna e kësaj krajini aty, në një depo poshtë, në një ndërtet, në katën e parë kishte armë. Këtë gjë që era në sy, Qamilit dhe e mori vesh për këtë punë kishte armë. Dhe është shumë interesante fakti se si i tërhoqi. Duke organizuar gjithë rinë edhe ato maqedonase ose bullgarë. Dhe bullgarë. Okej, foto tjetër? Kjo është krite veçantë. Edhe këtu me një... Tu në Shkodër prapë? Mbas luftës. Po. Edhe në Shkodër, nuk e di thoshte, unë jam shumë mirë, po nuk rrit dot në Shkodër. Edhe takoj pasaj, vajti takoj Gogo Nufshin, të lutem, i tha, unë nuk rrit dot në Shkodër. Po pse? Nuk, se ishe mësuar në Tiranë, por Tirana ishte për të jetë ati. Të jetë ati. Do më të ishte këtër në një loj Tiranë si, kolonjero Tiranë si... Këtu kur ka dalë... Ishe naturalizuar. Naturalizuar, po. Kur ka dalë në pension? Në 82-shin. Sa vjeç ishte kur në pension? Sa i bjen? Iri fare? 57 vjeç. Po, 57 vjeç. 57 vjeç. Do ma një koma në forë se s'mund dalë në pension. Në këtë moshë.
komandë forca, Po, i flotës ushtarë ishte mosha? Jo, ishin Kështu rregullat kishin? atëre me Po, 50. pra, ishin mosha, po pra, nuk ishin duhet të rregull. dilë, megjithatë. Nuk do të dilte. Ka Jo, nuk ka donte, diçka aty, ka nuk diçka. duhet dilë. E pra ka diçka që ai u mërzit, u zgjënjë. Nuk, jo, ai Nuk fliste? Nuk fliste. Po ju Nuk fliste ai. Po gjë kur dal pension. Jo. Ja, nuk fliste. Fare. Ja, absolutisht. Ma dhe për brenda foto tjetër. Te Partizan. janë shokët më të ngushtë Qamil Podos. Majtas është Lymketa. Lymketa poshtë. Tani mund ta bëj full screen këtë se do flasim çik për tani gjatë luftës dy botërore, ai ishte guerilas, ishte atentator, ka bërë vrasje. Ka marrë pjesë në atentate. Atentate. Por nuk domethënë nuk përmendet me sa kam parë unë dokumentat. Lymketa përqafuar kështu me Lymketën aty, do thotë që ka pasur miqësi të mëdha. Lymketa Po, po. ishte atentatori numër 1 i luftës së dytë botërore. Absolutisht po. Sa atentate bëri Lymketa? Po, Një pa mijë. numër ta. 1000. Ishte brom tjetër ai, nuk megjithëse ishte Tiranë. E por në Tiranë, domethënë, Tiranë janë të butë, të mirë, Po, kështu. tolerant. Ai ishte, Këta janë kur kanë filluar punë në Tiranë, mbas se ardhes në Shkodër, dhe grumulluan bashkë tek detachmenti. si e përjetoi Qamil Poda vrasjen, jo vdekjen, vrasjen e Lymketës? Ai nuk shprehet, po më shprehet fare pak, ndërmjet rreshtë unë E ke shumë keq. kuptuar? Dhe ai e ka filluar frazën, po e ka dënë për gjysmë. Domethënë Si e ka thënë? diçka që Si e ka si ka mundësi tha që ky ka ose për Ali Kubatin. Ali Kubat. Si ka mundësi tha që këta kanë dhënë kaq shumë për luftën dhe përfunduan kështu? Les kur ka vdekur Ali Kubati, komandant Qamili ka mbajtur fjalën e rastit, domethënë sepse ishte shoku i tij i ngushtë. Tani për Lymketën, Dhe Lymketën e për ty ishte e vend diskutim që ishte vrasje? Mbase. Mbase? Mbase. Jo, ti je historian, ti nuk thua mbase. Mbase, nuk stujtë, çfarë them. Mbase. Domethënë ati ju bë maketi shtatorëve dhe nuk u vu. Se ishte i vetmi që kërcënoi në Verotë. I vetmi Jo, që kërcënoi ishte në vërtet Verotë. trimi qartur. Lymi. Si kujton. Kujtoj. Po Qamili ishte shok të ngushtë. Tani shok të ngushtë. Po mirë, Qamili Nuk thoshte s'kishte kot shok. Qamil Poda e ka mik të ngushtë. Po patjetër pse. Atëre ishte misi, jo misi tash për kafe. Ishte misi vini kokën sator për njëri tjetrin ata. Sidomos kjo shtaçe ose teçe. E përjetoi keq vrasjen. Keq, ë? Keq. Foto tjetër. A më pëlqen këto ekspozimi. Ekspozimi që është bërë në komandën e Po, flotës. shumë më pëlqen shumë kjo. detare që domethënë Bravo. Tu besoj edhe Artur Meçollari ka atë Po, kontributet ai vet? organizoi. Prandaj vura. Po mirë, dakord, komandanti mund të ketë, po varet edhe nga bashkëpunimi që i japin fëmijët e tij. Sigurisht. Se unë për shembull s'mund të shes mend kur unë një dy herë zamiri me telefonin, sa mbas edhe kam bezdis, po tash do më tolerant ai. Por e shiko këtë. Ti ke pas faqe ke bërë këtë libër me djalin e autorit e personazhit Zamir Podën, ë? Po nuk unë e vlerësoj, nuk e diskutoj fare. Foto tjetër? Me Lola ka qenë më larg, po me Zamir unë jeta dy Zamir. Më dërgoj këtë, më dërgoj atë. Dhe Këtu është Ja këtu me Rizajn, e përshëndesim ambasadorin. Rizaj i tret. Rizaj i tret, ë? Po. Wow! Do të ambasadori i Shqipërisë në Kin, që ka qenë ambasador dhe në disa shtete tjera, ka përfaqësuar në Shqipërinë. Aktualisht është ambasador, nuk ka shumë, 3-4 muaj ka që është emëruar Rizaj. Do të thënë është djali i Qamil Podës, por Rizaj i tret thot historiani, do të thënë e ka ngjallur emrin, do të thënë është i treti. E ka mbajtur, e ka transmetuar. Foto tjetër? Kjo është shpallja e gjyqit të Qamil Podës, ku u dënuar me vdekje. Dhe këtu e jema pati vitin? atak në 44. 44. Po. Ema? Kur ndërkohë Qamili ishte larguar, ishte arratisur nga burgu. Ishte ilegal. Jo, u arratis nga burgu. Nga ajo historia e burgut, nga ajo arratisja e madhe. Sa ishin ata? Ishim të katër, flasin për këta të mitë, domethënë që ishin katër, Ali Kubati, ky Lymketa, domethënë që u largua. Që u largoi, që u arratisën, sa tu ka qenë Koçi Zoze. Koçi Zoze mbrapa. Po, tash kjo arratise ka shumë enigma, të cilat janë zgjidhur fare mirë, sepse Dugonushi si thua vendosi vetëm. Edhe organizoi dy plane. Domethënë e para ishte ndërkohë ka dhe dorë. Domethënë mbështetje e gjetit edhe ka Enveri, nga Enveri. Po Enveri ku ishte këtu? Po i ndiqte, domethënë dinte aktivitetin.
Jo. Te Gogonushi unë besoj plotësisht, po në Rozë kur këta u kthyen vajtën në brigadën e tretë, i thirrën Enveri. Si ishte ajo puna e largimit tuaj? I tha Qamili, ne u larguam ndaj. Domthon ishte në dy plani tjetër i dy se kalon nga fjalë në fjalë, ishte për të ndruar me robër gjerman me këta. Ishte edhe një mundësi e tillë, ëh. Do të këta kishin kapur robër gjerman. Po. Këta ishin 3 veta, 2 gra dhe një burr. Gjerman. Po, ekziston dokumenti i Ministrisë së Jashtme që shkresat ose praktika shkresore dhe si u vendos pastaj? U pagua pagesë 2300 mos gaboj në Napona Flori, një nacionalist nga Peza. Dhe kë paguan? Paguan kryetar gjithta? Po roj, me pagesën drejtorin. Patjetër. Sa ishte pagesa edhe një herë? 2300 Napona Flori. Kush i gjeti këto? Kush i Po ishte nacionalist nga Peza më burr. Do ai financoi. Ai kontriboi, financoi. Pra mori kryetari, drejtori i burgut, Burgut. Po, çfarë thua? Po, që fantastike. Sepse u firmos ajo dalja nga këta për ta ndjekur vazhdimin e gjykimit për ta ndjekur në shtëpi. Siç bëhet tash për shkakun. Në gjykim të lirë domethënë. Gjykim të lirë ashtu. Dhe donë ata pastaj u largon me një herë të pesë kështu. Do nuk është arratisje, është një lloj, po themi, po. Do të pagesë në këmbim të tyre. Po. Dhe doli nga burgu. Po. Okej. Foto tjetër. Sa tani nuk do më shokt se aty kishte organizat Dritë Çaushi ishte kryetari i organizatës në burg. Sa më ka pëlqyer ky flamuri me emrin e Qamil Podës? Kjo ka dhuruar kjo shoqata detaria. Që të dedikohet një flamur nuk ka nderim dhe respekt më të madh. Mund të varin 100 dekorata, tituj, po të dhuroj flamurin kombëtar me emër, nuk ka kishte kontribuar atë Landi. Kishte kontribuar komandë Qamili. Kjo nuk ka emocionuar shumë kjo dhuratë. Do të thonë, a ka dhuratë mund të dhurojnë flori, ar, çfarë them unë ty? Shkon e vin ato. Po ku ngelet? Po ora floriri mund të kishin dhënë dikush. Po a krahasohet të dhurojnë një flamur dhe emrin tënd aty? Nuk ka emocionuar shumë kjo dhuratë. Foto tjetër. Edhe këtu me artilleri. Këtu është mbas studimeve. Mbas studimeve në Elbasan. Këtu janë përgatitje e komandës skuadrave, se këtu ka dhe ca tributa këtu komandë Qamili. Dhe po të shikosh, të gjithë aktivitetin ose të gjithë hierarkisë në artilleri ka filluar në Berat, në Gjirokastër, pastaj ka ardhur në Elbasan. Të gjitha këto njësi zumën e parë në ushtri në garat të inspektimit të Ministrisë së Mbrojtjes. Ato stërvitjet. Po jo në stërvitje, po në qitje. Ishin dominuese ajo qytet, përcaktonin shumë gjëra. Dhe këtu ka është dekoruar 3 herë. Duke kthyer në shkollë të artillerisë. Në fund fare kur ai largoi shkolla e artillerisë. Do më bëj shumë përshtypje. Ai në çdo fushë që ka punuar, ka sjell gjithmonë risi, gjëra të reja që më përpara nuk ekzistonin. Dhe kjo e ka bërë pasaj që të marrë dekorat. Kishte shumë literaturë të huaj në shtëpi? Shumë. Kishte bibliotekë. Bibliotekë, shumë. Dhe ai lexonte gjithkohës. Unë nuk kam parë njerëz që lexonte aq shumë. Lexonte gjithkohës. Shumë. Do të thonë kishte këto gjitha gjuhët që njëte kishte librat. Njëte kishte librat, po. I keni ruajtur librat e tij? I kam ruajtur. I keni ruajtur, a? I kemi. Foto tjetër? Ka pas ardhes nga Rusia, dhe po ishin në periudhën për të marrë detyrën e parë në ushtrinë kombëtare shqiptare. Ai një 4-5 muaj filloi domethënë përkthimin e këtyre rregullorëve që kishte marrë nga Rusia, sepse gjithë marrë ka qenë ambasador aty. Kështu atashe ushtarak. Dhe i porosisë dhe i nxizave që bleni ashtu do i blejmë neve, po vetëm ju përzgjidhni rregullorët në mënyrë që të përkthehen atje. Domethënë një punë jashtëzakonshme edhe adhetare. Si shpëtoi Qamil Poda pa shpallur armik? Sepse ti përmendë Gjik Markun, po. Tani gjithë ta dolën armiq të asaj kohe dhe ishte shumë e lehtë pa bërë asgjë që të shpallin armiq. Po. Tani Qamil Poda çfarë bëri? Ose çfarë nuk bëri që nuk e shpall armiq? Se kjo është pyetje. Problemi është që Qamil Poda duke qenë komandant këto tezat e zeza të asaj kohës, atë periudhë. 74. Po? Nuk i lexoi, nuk i qasi, nuk i pranoi. Nuk i pranoi. Kjo ishte ajo. Kjo ishte guri themeltar se kush i lexonte dhe nuk ishte raportuar se nuk ishte domethënë këtyre përgjigje për ndryshimet që mund të bëshin. Gradualisht atë. E kuptova. Ju në një pranë thash që ai ka qenë shumë intuitiv.
ju në shtëpi ndonjëherë nuk hati ndonjë gjë që ai mund të ishte i rrezikuar, sidomos shafte 4 ka qenë Patjetër se ishte gjendje 3.000 ushtarak të arrestuar. Gjendje e Je di tensionuar. këtë besoj këtë shifër, kur e kam lexuar këtë shifër, 3.000 ushtarak. Do thënë ai kishte Nuk e tregonte babi, tregon. kishte këtë që nuk e tregonte, Po ju kishte i friksohesh? tensionuar, jo, se nuk na e përçonte të përçonte. atë. Po për mua, për mendimin tim, një nga arsyet që ai nuk është persekutuar, nuk është goditur, është se ai nuk ishte njeri e para pozitiv, komunikativ, dhe e dyta ishte njeri shumë modest, gjithmonë me këmbë në tokë. Nuk servilej, nuk hynte në përklane të ndryshme. Kam përshtypjen që kishte edhe këtë që nuk shtrohej me këta të pinte, të hante. Sepse nuk ishte fare i asaj. Se shikoj sa edhe kjo luan rolin e vet. Sa vet. foto, për shembull, me të ngrënë, me të pire, me misha, me rakie, me tipe aty. Foto tjetër, këtu ndoshta. Rritë larga, i rritë dhe shikonte nga gjykonte. Kjo ishte E njëjta gjë që Sumi, këtu është komandant i flotës? Jo. Këtu është komandant i brigadës parë të artillerisë brigjetare. Artilleri. Që bashkëpunonin, kishin domethënë me marinën. Okej, foto tjetër? Ishte kjo, e dham njërë këtë, po foto tjetër? Ja, këtu, artilleria. Artilleria, kjo është... Katërcili rusë është kjo? Katërcili rusë. Po, jo, e thash artilleria sepse ai kishte, duke qenë se kishte edhe formimin e artillerisë. Kishte formimin, po ai u shkëput pastaj nga artilleria. Mbasi vajte. Jo, flas që edhe anijet luftarake po natyrisht kishin armë artillerie dhe këtë e lehtësonte. Foto tjetër? Edhe kjo një kështu është. Këtë ka marrë në një revistë e kohës, Kopertin, që është një anije luftarake shqiptare, që i bie që Qamil Poda ka qenë komandanti i flotës. Po, patjetër. Dhe këto ishin në një moment sërvitje. Kjo është. Dhe është një lloj simbolike e armëve të asaj kohe, që dispononte Shqipëria, e flotës dhe armëve të asaj kohe. Edhe kjo një të gjë. Një lloj sërvitje do. Po për kohën nuk ishin pak këto, të luftojmë si partizan të detit. Partizan të detit, sa më pëlqeu kjo shprehje. Partizan të detit, ë? Po ishte në artin ushtarak. Ky ishte në artin ushtarak. Po. Partizan të detit. Partizan të detit. Do të thënë flota jonë ishte partizan të detit. Kurse për aviacionin ishte partizan të ajrit. Mirë, ajo për aviacionin se kisha një pilot këtu një ditë. Pashe, kam ditur. Po, foto tjetër? Një të gjithë, se janë 3-4 foto që unë i kam zgjedhur. Po, foto tjetër? Këtu rrim çik këtu tani. Kjo është në ndecje. 106. 106. Tani ka qenë pjesë e kësaj Qamil Poda? Po ka qenë, si s'ka qenë. Problemi, Qamili kishte, domethënë, pati dhuntin ose pati këmbgulin dhe aftësinë për të ndërtuar bazat e riparimit të këtyre nëndecëve. Riparojshme? Po. Kush i riparonte këto? Se po habit, nëndecët riparojshin në Shqipëri? Po. Kush i riparonte? Po shqiptarët mo. Inxhinierë. Po, inxhinierë. Që kishin sigurat ata në Moskë. Natyrisht që kishin. Për latë Voshtina, domethënë ky kishte një bashkëpunim me këtë Voshtinën, Fatos Voshtinën fal. Të jashtëzakonshme. Edhe këta ndërtonin, janë ndërtuar ura, në shkallë, në urë dhe riparoj. Po nuk ishte shaka për vendin tonë. A kalon një incident gjatë kësaj kohe me nëndecët? Ka ndonjë një incident? Cili është? Pati një përplasje nga tash më kujtohet emri i komandantit, po s'po e them. Po. Edhe pa dashje se ishte një çuaj atëra liberal. Po. Por pastaj u çdo gjë. Jo, çfarë ndodhi? U përplas. Pati në cektin. Në cektin, do të thonë preku në cektin. Preku në taban. Nuk pati dëm. Nuk pati dëm. Sepse dhe Qamili çfarë ishte? Ishte komandanti i flotës. Po dhe kur preku në det ajo ra si lura. Po si lura mund të shpërthej. Po mund të shpërthej. Wow. Këto gjëra ndërkohë Qamili ishte në Tiranë. Ishte në Tiranë, ëh? Edhe me njerë morën komandanti prisni tha do vim atje, mos raportoni, nuk e tha ka shqip që po e tha unë. Po unë po e them për. Po, do të prisni. Dhe vajte, prisni do vim. Edhe erdhi direkt në shule. Edhe nuk e pa si gjendë, natyrisht raportoi, po ta kanë fjalën që jo. Ju ndonjëherë u merrte babi në flota atje në këto anije, në këto nëndece? Në ndecë jo, po në katër ruse mbaj mend njerë që ka shkuar në Sazan, më ka marrë me vete, më kujtohet ajo. Po më tepër nuk më kujtohet, vetëm kam vajtur atje. Vetëm ti apo kam marrë dhe Zanuri? Atëherë kam qenë vetëm unë. Atëherë kishte probleme se ajo ishte, domethënë ishte ndaluar të shkonin përveç njerëzve që ishin 105. Full screen, se më pëlqen ta shikoj kështu të plot këtë, është një lloj krenarie. Historia.
Lola, është krenari? Është krenari e madhe. 105. Tani, Ky që nuk u bën luftë, po krenari mbart histori. Krenari e kemi më tani. Drejtë e mori tani, nuk ka këtu ti je komuniste, balliste, legalist, është krenari. Shqipëria ka qenë dikush, në ato momente. Dhe komandanti i kësaj ishte Qamil Poda, i flotës. Po, i kësaj ndërsa jo, po domethënë ishte më lart, ishte e prori tyre tani, ishte shefi i madh, ose si themi i madhi. Foto tjetër? Kjo është në ndecë tjetër? Tjetër, po 422. Ato numrat si kishin ata? Ata ishin kode që ishin, po. Po pse ishin 105? 105 u bë për efekt filmi, po jo se ishin 105. Me vërtetë? Po. Wow, po si ka pas çfarë numri? Me 3 numra ka pasur edhe jo. 422, 423, 424, 425? 425, gjë tillë. Po pse pikërisht të numër? Po që më kështu ishin kode kaq. Mund të ishte edhe po ishin koduar gjithë tani. Po vetëm në 105 ishte për filme. Se nuk mund ta bëte 422. Po reali ishin këto, 400. Tani për filmin. Për parë e mora vesh. Po, foto tjetër, duhet kemi edhe një. Dhe për filmin ka dhënë mendime Qamil. Pra, për filmin, ë? Po. Për filmin. Ball për ball. Çfarë filmi s'bëhet dyra ai film. Ai s'bëhet me ai film. Do çfarë thoshë për filmin babi? Nuk më kujtohet, me thënë drejtën diçka. Po filmin e shikore dhe? Po, kemi. Ishte babja me rusët, Kush është në film Qamil Poda? Jo, nuk është ashtu. Ata të dy janë, ky është Hito Çako. Hito Çako është ai, Po, ishte komandi. Ai ishte Hito Çako që bënte debatet, ë? Po tjetër? Pastaj ishte edhe Qamil, po ishte zvendës komandant. Edhe ky vazhdon. Nuk ishte, po themi, i pari, po i dyti, i treti. Po i dyti, i treti, po ishin pjesë, merrte pjesë në diskutime me ta. Qamili ishte aty. Po tjetër. Çfarë thoshte për filmin? Po tjetër. Do të konsulta të gjitha. Po? Çfarë thoshte për filmin, realizuar mirë, real? Se skenari ishte Ismail Kadaresh. Jo kaq luftarak sa ne kemi qenë. Kaq. Dhe Qamili s'parafiste. Se nuk kemi qenë kaq tash, po thoshte. Jo. Filmi nuk ka paraqitur, nuk e ka sa tashur ishim ne me ata. Ishim më tashur. Kurse këtë film ka më zbutur. E ka dhënë më. Edhe është parë në skenë në ashtu. Do çka ke thënë një gjë të rëndësishme. Jo, çka kam thënë më burr, po e ka thënë ai, s'kam thënë. Dgjoj. Aslan Zemani do të ke thënë një gjë të jashtëzakonshme, se unë me Kadaren kam biseda kështu, edhe 6 orë kam dhënë me Kadaren. Dhe çfarë s'kam biseduar, po ti do të thënë po thua një detaj. Po tani kemi podën se kemi këtu. Ti je biografi ti. Tani e kupton që filmi është më i butë se sa reale, situata reale. E jashtëzakonshme. Foto tjetër. E një dhe. 4 këto, ë? Këto të 4. Se kjo është bardhëzi full screen, të lutem? Që sa e bukur është, çfarë pamje. Shqipëria këto, ë? Jo, Shqipëria, Italia kishte vetëm një mëlla. Një, ë? Po. Natërisht pak më moderne, po Italia antare e NATO-s kishte vetëm një nëndece. Shqipëria antare e Traktatit Varshava dhe pastaj asnjë. Kishte 4. Dhe gjithmonë projekteti italian ishte gjithmonë nga dëshmëri. Ne qyshim superfuqi? Po, si fuqi. Për vendin tonë ishte fjalë kodi, nuk shkonte nga superfuqinë. Foto tjetër. Po mirë, ishte konsiderueshme. Vlerësoi si ushtri. Po, foto tjetër. Këta janë bashkë. Këtë është Manoli nga Majta. Ai ishte ky Kara ai mbrapa. Po, kështu ishte. Jo. Lola. Hasan ose kujt? Jalkin ka qenë, ë? Full screen lutem? Shumë simpati. Sidomos këtu në gjimnaz. Mi atë bukurinë e fëmijëve të tij, do të thonë këtu e shikoj te Qamil. Se ju gjithë bukur më, gjithë do të pash. Po mamaja ka qenë shumë gruaja e bukur. Po pse mamaja ka qenë me qenë te mamaja tani, ore ç'ishte kjo që shoqëroi burrin vajti Moskva. Gjithë këta që vajtën atje u dashuruan me ruse, solloruse këtu. Si do që mamaja? Babi ishte besnik. Ishte besnik, ë? Ishte kryesore. Po mi si shkoi mamaja atje? Po ja dhan mundsinë. A ka pasur tjerë që shkonin gratë? Rrallë. Po pra. Fort ka qenë. Për të vajtur Afrodita. Edhe me biografi që të themi jo. Ishte çik me leta jo. Ishin me leta. Po si ka mundsi? Po nëse ishin edhe pjesë e kongresit të Lushnjës, kishin gjithsesi të paktën për atë kohë kishin edhe një nga familja Fuga e Lushnjës. Tash ishte Qamil Poda ai, prandaj vajte Afrodita atje. Plus pasaj Garandu bë Beqir Balloku edhe Gogol Nushi.
Edhe Recep Kolli. Garant, domethënë në këtë kuptim që Jo, dakord, po të marrë edhe gruan e vete, thashun që gjithë Po ta... vetëm për 2-3 muaj, jo për gjithë studimet. Po mirë, po 2-3 muaj, po ata shkonin për 2-3 ditë, jo për 2-3 muaj, se gjithë ta vajtë ndej, pedagogët e mi, thoshin gjithë që kishin rënë dashuri me i rusë atje. Sa poezi ka Katareja, jo Lora, jo ajo, me ruse, me dritroi u martua, la fëmijë. të rrallë ishin për shumë edhe Xhafer Peçi që ka marrë shoqen edhe. Ishin, domethënë, që ishin Edhe pjesëmarrës. Xhafer Peçi? Po. Foto tjetër. Këto është një në festimet e... Po, Zamiri me Lirën, me Vida shoqen dhe Rizaj. Po. Po, edhe kjo është shumë e bukur, edhe i përshëndesim të katër. Foto tjetër, tani, e nderuar Lola, të lutem më trego atë nga, thashun, e gjë më bukur që kam lexuar këtu atë kuptimin tënd. Tani na trego atë historinë, si kalove ti kufirin, ku ishit, çfarë viti? Kjo ka qenë, unë kam qenë, nuk e qenë 7 vjeç. 7 vjeç. 5 ose 6 ose 7 vjeç, ka qenë 66-ën, 67-ën, do këtë qenë. Po, Edhe kishim xhaxhaj im, banonte në Pogradec, Po. dhe edhe vizitonim atë, ndërkohë kishte babi dhe punët e tia. Dhe na kishte marrë neve dhe bënim një piknik në një livad, diku afër, nuk e mbaj mend, ka qenë anë Drilon, anë Tushemisht, në Kufi, nuk e mbaj mend. Afër kufirit, do. Afër kufirit. Po? Edhe unë si fëmijë kam qenë i vogël shumë i pabindur, ai dhe më mbrapa thoshte, më shumë kam probleme me vajzën se sa me djemt, thoshte, se nuk e dëgjoja se nga që isha si e preferuara atij dhe më lejoj çdo gjë, si të themi. Po? Edhe lëviza unë, gjeta një të hapur atje dhe kalova. Do të ishte livadhi ti se di ku ishte. Toka shqiptare, toka Maqedonës. Jugoslave, Jugoslave. Dhe ti kalove më tanë? Kalova më tanë, ndërkohë 3 ushtarë. Ti po vrapoje? Po vrapoja edhe po luaja unë vërtit andej, vërtit këtej. Dhe kur këta me njerë më pikasë... Dhe ti kalove andej dhe ti pe ushtarin? 3 ushtarë drejtorin mua Kalashnikovin. Kalashnikovin? Unë ishtë me nja, nuk e kuptoja se të bëjnë fjallë, nuk e kuptoja se të një vogë. Ti e lodër të rrezikote. Ngrin nga ana tjetër, fare, të gjithë, se nuk dini që të bënin si të vepronin tani. Wow. Babi ishte ty të pa? Babi ishte, po. Edhe munduan të gjithë flisnin me ushtarët, ushtarët nuk jepnin asnjë, vetëm këto armat të drejtuara. Pastaj më thonin mua, aman hajde, do t'japim çokolata, do t'japim kështu, do t'japim kuklla, do t'japim kështu, do t'japim ashtu. Babi nuk fliste në moment. Edhe mami e fliste. Unë i thoja, jo, nuk dua, dori këtu. Nuk dua të vi, dori këtu. Dhe pastaj foli babi. Kur foli ai, fliste babi, ishte tjetër. U ktheve. Po qetë fare. Ushtarët fare me ngesë, dhe ata tani njerëzori që nuk është se... Nuk ishte. Megjithatë, një histori që ty së shitur edhe... Ja, nuk më shitur me të vërtetë. Domethënë, ka disa momente tjetër si kujton me të vërtetë, tamam si duhet. Sigurisht, po si mos e fiksosh që... Vërej një respekt të jashtëzakonshëm që kishin fëmijët për babain e tyre. Për shembull Zamiri. Se me Zamirin kam gjithë ato. Zamiri ka qenë lojtar i Lokomotivës së Durrësit. Shumë i mirë. Me Partizanin. Dhe një urdhë nga ja do lësh do vazhdo shkollën dhe la si e lejdash. Ja, bajnë, respektoj. Ka qenë lojtar shumë i mirë. Dhe ka qenë futbollist i jashtëzakonshëm. Domethënë kjo janë e di. Ja dhe familja këtu Poda, Lira. Kjo është promovimi. Kjo është promovimi, libri. Po, foto tjetër? Ishte një pjesëmarrje e jashtëzakonshme dhe ajo që më pëlqeu ishin nga shumë profesione, do të thonë vetëm ushtarak, për më tepër që e nderoi presidenti i Republikës Alfred Muisiu, kishte aty plot politikan, ambasador, diplomat, pra po sepse familja Podo është e lidhur. Është e lidhur. Ka lidhje. Po. Respekt, është ndërsjellë aq shumë respekt për Qamil Podën, kush nuk e bën. Foto tjetër? Bile se edhe Plum Xhufi më tha që do vi, po ishe i zënë, se nuk vi dot Aslan. Tani më bëri gjë përshtypje, tu e kam me ty Aslan. Përpara meje aty ishte vajza juaj, po thashun ka ardhur, nuk kisha asnjë lidhje. Majti fjalën e presidentit Alfred Muisiu. Po e menduam bashkë me Zamirin, me thënë drejtën. Pse? Kjo është. Domethënë, këtë fjalë, domethënë para fjalën. Ai mosha nga mosha, ne po si ta bëjmë, çfarë bëjmë? Ambasadori se ambasadori çka shumë. I shumë mirë shumë. Si këtë vija e goca edhe më thamë. Po vjen me Rizajta? Rizajta. Po vjen me thash, po çfarë do shumë? Mirë është vjeta, se duhet një fytyrë se ne plejta gjithandaj këtej. Jo plejt shumë, po. Tani, unë fjalimin e kam këtu të presidentit, por vajza juaj tha disa gjëra aty jashtë skenarit. Gjatë kohës ju bënit librin, kishit kaluar dhe një siklet, tha ajo. Dhe prapë merreshit me librin. Jo, ja.
Ishte figurë që më të rritë më burë. Po të kisha qikë më shumë kohë, do e bëja më mirë. Po të kisha qikë më shumë kohë. Shiko, çdo libër nuk plotësohet ashtu siç e mendon kur mbaron. Kështu që ti mund të bësh një ribotim, një rishikim dhe amerikanët thonë që kur del një libër ai është një arsye shumë e mirë për të bërë një libër tjetër. Ose libri nga libri del. Po më bëri përshtypje ajo që tha Bora, vajza juaj, që ti i ke kushtuar aq shumë këtij libri sa edhe kur ishe smur në spital thoshe po prap libri thoshe. Po jo, kur dashurose, kur ke një ashu, ngelesh aty, robi asaj. Unë kështu jam. S'mund të... Jo, merdi mirë dhe për vajzën tuaj që vlesë, se ajo foli për librin, për kontributin tuaj për librin. Nuk e di nëse kemi foto tjetër, duhet jenë të fundit këto. Nuk duhet kemi foto tjetër. Nderuar Lola, jeni të kënaqur tani që në 100 vjetorin e babait, do të thënë figura e tij, mos është kjo ajo dekorata? Po. Kjo është dita e fitores. Kjo është e fitores, më duket se 95-s është kjo. 95. Ajo është Zhukovit. Jo, po duhet dali, po nëse kam. Është e veçantë ajo. E kemi atë foton tjetër nëse kemi. Po, je kënaqur tani që figura e babait ka dalë plot me një libër, me një promovim, ja dhe një emision, do të thënë kanë folur personalitete të ndryshme të historisë, të ushtrisë, të gazetarisë. Si, jeni të kënaqur për këtë? Jashtëzakonisht. Dhe kjo ishte për mua, si them, përfundimi i çdo gjëje, dhe 100 vjetori i tij, dhe gjithë jeta e tij që u vlerësua jashtëzakonisht, sepse një libër mbetet, një emision edhe mundet me kohë, pastaj nuk e dëgjon dot më, po libri mbetet një pasuri që mbetet edhe brezave që do të vinë. Do doja një mesazh tëndin tani që jemi në fund të bisedës? Mesazh. Ushtria shqiptare do të ketë shumë nga këta komandantë. Flas për këtë periudhë. Se ata të kurshmit e shkruan historinë e tyre. Po kjo, e kësaj periudhe, po të kemi të tillë drejtues dhe komandant, do jetë akoma më mirë. Shumë të goja. Nderuar Lola, unë të falenderoj shumë që ishe në emision dhe babai tuaj ndrit shpirti atje ku është, në Parajs është, për gjithë të kontribut që ka dhënë për luftën e dytë botërore, për ushtrinë shqiptare, por edhe për evidentimin e vlerave më të mira të shqiptarëve gjatë rezistencës në luftën e dytë botërore. Shumë faleminderit. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni për sot, kemi publicitet dhe emisioni pastaj jemi në fund të tij. Nga unë Orlan Qafoku, mirupafshim. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit i reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefonin juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe menjëherë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja.